të vdekjes së Skënderbeut. Dhe muj me thonë që në atë kohë kemi organizu shumë aktivitete, si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri. Po e thëmë një marrëveshjen mes kryeministrit Haradinaj dhe kryeministrit Rama, dhe është bo një kalendar i cili është zbatun në tërsi dhe çdo njeri ka marrë detyrat e veta. Unë e kam pas qatë detyrë që kam qenë sekretari i shtetit për Kosovën, përveç aktiviteteve tjera që në Kosovë jenë bajt, e kemi pas detyrë të veçantë shënimin e 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, sepse lidhja shqiptare Prizrenit është vazhdimsi e përpjekjeve të Skënderbeut për bashkimin e trojave shqiptare. Po, profesor, tash kur po e përmendim Skënderbeun edhe gjithë këto aktivitete që janë organizu, kanë qenë çushësha, kanë qenë vetëm koncepte nacionaliste, a janë bërë dhe diskutime më të thella historike? Për ato, fletë edhe profesori, mirë po, Po, profesor, në kontekstin e historianit, këto qësh po e sheni, ta bojmë ne të përbashkë, kështu si diskutojmë, edhe kur do që ndjeni nevojnë me ndërhy, pa të loashe. Me qenë se e hapet temën e historisë, po e thëmë që në vitin 2018 ne kemi bajtë edhe një konferencë shkencore me temën e Skënderbeut, bashkarisht me Akademinë e Shkencave të Hungarisë, në ndërmesimin e ambasadës hungareze Kosovë, ku kanë marrë pjesë 5 akademik nga Hungaria, kështu që profesori e shtjellën ma mirë këtë punë, por po du me thonë që është bërë një punë e mrekullueshme në atë kohë, për arsye se kemi kontradita edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, për veprimtarinë e Skënderbeut. Po tani në çështjen apo thasë kuptimin historik çka praqet figura Skënderbeut. E do të lidhem edhe me zotin Jaja që tha organizimi që është me historian dhe akademik hungarez. Spore duhet thënë që Skënderbeut në jetën e vetë nga vitin 1405, 1468 dhe në veprimtarinë e vetë si princ arbror, si udhëhec i arbërisë nga vitin 1444 dhe në vitin 1468 shënon ngjarje të shumta të rëndësishme të popullatës arbrore, e cila dha një kontribut, sakrificë, një përkushtim dhe një sukses shumë të madh në mbrojtjen dhe fitimin e lirisë së vendit. Dhe kretë kjo është arrit sigurisht me autoritetin e Gjergj Kastriut të Skënderbeut, një autoritet i shtrirë të gjithë princet arbëror, që do të flasim sigurisht në vijim, por do të thënë që ky autoritet, ky sukses i Gjergj Kastriut të Skënderbeut i arritur në Lezhë, me kuvendin e Lezhës, themi që Skënderbeut është identiteti historik shqiptar i shqiptar, pra është figura dhe personaliteti i Gjergj Kastriut të Skënderbeut është identiteti historik shqiptar. Po, profesor, në aspektin e historisë, çush është pozicionin e Skënderbeut? A ka qenë më i afërt